Roli kyç I policëve në sigurinë publike dhe luftimin e krimit dhe korrupsionit ishte theksi në shënimin e 7 majit ditës së policisë së Maqedonisë. Në ceremoninë në qendrën për trajnime të MPB-s në Idrizov u fol për rezultatet e arritura, si ulja e kriminalitetit dhe shtypja e grupeve të krimit të organizuar, por nisja e ngjarjes me vonesë dhe fjalimet e gjata të zyrtarëve bëri që disave policë me uniformat blu të molisen gjatë çndrimit gatitur në diell. Ministri I Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski theksoi rëndësinë e policëve në ruajtjen e sigurisë publike dhe tha se të jesh polic nuk do të thotë vetëm të veshësh uniformën, por edhe për kushtimin dhe mbrojtjen e atdheut. Започнавме силна борба против корупцијата, која целосно го разјадува општеството и се вгнездила во секоја негова пора. Во тој дел бележиме пораст на откривачката функција и тука беа сузбиени 2 организирани криминални групи со 26 члена, од кои едната е од доменот на високата корупција. Kryeministri Hristian Miskovski tha se në shtet nuk ka vend për lidhje, nepotizëm dhe mbrojtje nga përgjegjësia. Имаше време кога институциите се користеа како алатка за лични и политички интереси, а не за правда. Пораките ке средиме и ке се јавам беа погласни од законот. Но тоа време е завршено. Сакам денес јавно и гласно да кажам: во оваа држава нема веќе место за врски, непотизам и заштита од одговорност. Законот важи за сите, без разлика дали се работи за обичен граѓанин, funksioner или biznismen. Në kuadër të festës u mbajt edhe ekspozita dhe prezantimi I pajisjeve të njësive të ndryshme policore, u shpërndan edhe mirënjohje. 1 minutë heshtje u mbajt për të rënët në detyrë dhe pastaj u intonua. Makedoncite se borat za svojte pravdini.